Liçeni i Shkodrës është shpallur rezervë ndërkufitare e biosferës nga UNESCO, duke hyrë zyrtarisht në rrjetin botror të rezervave të biosferës. Vlerësimi konsiderohet një arritje e rëndësishme për mbrojtjen e një prej ekosistemeve më të pasura dhe më të rëndësishme në Ballkan. Statusi i ri njeh vlerat e jashtëzakonshme natyrore të pellgut të liçenit të Shkodrës, një zonë që shtrihet mes Shqipërisë dhe Malit të Zi, dhe që përfshin liçenin, lumin Buna, lumen Cem dhe Kir, si dhe bashkimin e Drinit me Bonën. Shpallja vjen pas një procesi disa vjeçar të përgatitjes së dosjes së nominimit në kuadër të projektit Zona e pellgut ujëmbledhës të liçenit të Shkodrës, një rezervë ndërkufitare e biosferës, i financuar nga Bashkimi Evropian përmes programit të bashkëpunimit ndërkufitar Shqipëri-Mali i Zi. Brenda 36 muajve u përgatitën 3 aplikime për UNESCO-n, 2 kombëtare dhe 1 ndërkufitare, me synimin për të siguruar statusin e rezervës së biosferës për liçenin më të madh në Ballkan dhe ekosistemet që lidhen me të. Ministri i Mjedisit Sofian Njaupaj i cilësoi vendimin si një lajm të madh për Shqipërinë dhe trashëgiminë e saj natyrore. Sipas tij, ky vlerësim konfirmon rëndësinë globale të liçenit të Shkodrës dhe angazhimin për ruajtjen e biodiversitetit, mbrojtjen e natyrës dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Përfshirja në rrjetin e UNESCO-s pritet të rrisë më tej vëmendjen ndërkombëtare ndaj zonës, duke krijuar mundësi të reja për turizmin e qëndrueshëm, zhvillimin lokal dhe mbrojtjen afatgjatë të pasurive natyrore.